Hiç. Evcilik oynadığın karını uyarıyorum. Evliliğini sahte bile olsa Nezir'le görüşmesi kabul edilemez. Një foto, një tradhti dhe një plan për të shkatëruar gjithçka. A do të bjerë këtë herë ateshi në kurth? Mesazhi erdhi. Gjithçka duke e qetë, por zemrat ishin në kaos. Për një moment u ndjeva sikur mu thyen krahët, pranon ajo. Kur të sulmojnë derin, nuk lufton, dëshiron të zhdukesh. Por ai premton, do të jem krahu yt. Edhe kur nuk mundesh, unë do të jem pranë. Ndërkohë, xhelozia dhe urrejtja rriten. Një foto e vetme ndez luftën. Ateshi mbron Mercanin dhe kjo i bashkon edhe më shumë. Por kundërshtarët nuk dorëzohen. Zemra e Ateshit ka mure të forta, por ne dim si ta çajmë atë mur. Plani ndryshon. Tani shënjestra është Mercani. Duhet ta largojnë me çdo kusht. Por Ateshi ndërhyn fuqishëm. Nëse dikush ka diçka për t'i thënë gruasime, do t'ja them unë. Ndërsa betejat personale vazhdojnë, afati për prezantimin në Itali afrohet. Presioni rritet, koha po mbaron. Luftë dashurie, intriga, tradhti, dhe kjo është vetëm fillimi.